Në kryetaria PDK-s Vlora Çitaku, në një postim të saj në Facebook, ka uluar kryeministrin shqiptar Edi Rama përfitore në zgjedhjet e fundit. Ajo ka uluar me një foto të veçantë, siç e quan ajo foton e preferuar, ndërsa shkruan se edhe fotografin e kishin special, e kjo lë të kuptohet se fotografi mund të ketë qenë Hashim Thaçi. Ashtu siç duket edhe në hije, urime fitoria Edi, fitoria ime e preferuar me ty se fotografinë e kemi pas speciale, shkruan ajo në rrjetet sociale. Shqiptari i njohur për qëndrimet anti-shqiptare, i që është emëruar ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave në qeverinë e Serbisë, Demo Berisha, në një intervistë për një televizion serb, ka deklaruar se i sheh problematikat 2 nga 3 komuna shqiptare të Luginës së Preshevës, derisa thotë se në komunën e Medvegjës, ku numri i shqiptarëve është zvogëluar drastikisht, marrëdhëniet ndëretnike janë rregulluar. Ai kërkon që e njëjta të bëhet edhe në Presheve, Bujanoc, duke zvogëluar numrin e shqiptarëve. Ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Radmir Mustafa, duke publikuar pjesë nga intervista e ministrit në qeverinë e Serbisë, thotë se ky ministër Preshevën dhe Bujanocin e do pa shqiptar, të spastruar etnikisht, me mjete administrative siç e pa cilësuar Komiteti i Helsinkit në Beograd, pasi vizimin e adresave, edhe ata në emër të rregullimit të marrëdhënieve ndëretnike. Madje thotë se Bujanoci është në rrugën e duhur drejt përfundimit. Pra këtë po e thot ministri kombëtar i koalicionit pushtetar lokal të ndarë 1-1 në Bujanoc, ka shkruar Mustafi. Në pyetjen e gazetarit nëse Bujanoci dhe Presheva do të jenë nga detyrat e rëndësishme, ministri Berisha i përgjigjet se nga 3 komunat e Luginës, 2 janë problematike. Një nga çështjet kryesore, një nga prioritetet do të jetë adresimi i problemeve që aktualisht janë urgjente në Serbinë Jugore, Luginën e Preshevës, konkretisht në 3 komuna. 2 janë interesante me probleme, ndërsa e treta është më pak interesante, po i referohet Medvegjës. Medvegja është një komunë që ka rregulluar marrëdhëniet ndëretnike. Ajo që do të bëjmë është e njëjta gjë, edhe në Preshevë, sepse them në Bujanoc është në rrugën e duhur drejt përfundimit, ka thënë ai, duke aluduar në zvogëlimin e popullatës shqiptare në ato 2 komuna. Kohë më parë, deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka thënë se propozimi i Demo Berishës për postin e ministrit për të drejtat e njeriut dhe të pakicave është një goditje e rëndë për çdo shqiptar që ka vuajtur, rezistuar dhe sakrifikuar për të drejtat e veta në Serbi. Sipas tij, ky emërim është jo vetëm politikisht i papranueshëm, por edhe moralisht i turpshëm, sepse Demo Berisha nuk është një përfaqësues i të drejtave të njeriut, por një simbol i mohimit të identitetit kombëtar dhe politik të shqiptarëve të Kosovës dhe të Luginës së Preshevës.